Ministri i Punëve të Brendshme, Besford Lamallari, ka vizituar në spitalin e traumës punonjësit e policisë së shtetit, të cilët mbetën të plagosur gjatë protestës së opozitës. Ministri dënon dhunën ndaj uniformave blu, duke thënë se përdorimi molotovëve dhe mjeteve të tjera të rrezikshme ndaj efektivëve që ishin në krye të detyrës për garantimin e rendit dhe sigurisë është i papranueshëm. Sulmet ndaj uniformës së shtetit janë të patolerueshme, u shpreh ministri, duke shtuar se policia e shtetit ishte në shërbim të qytetarëve dhe institucioneve. Ai ngriti gjithashtu shqetësimin për përfshirjen e të miturve në akte dhune, duke cilësuar këtë si një akt të rënd manipulimi dhe shfrytëzimi. Sipas tij, përdorimi i fëmijëve për të ndezur molotov apo për të hedhur fishek zjarre ndaj institucioneve përbën një shkelje të rënd dhe një përgjegjësi penale për ata që i nxisin. Kjo nuk është protest, por akt i pastër manipulimi dhe shfrytëzim kriminal i të miturve, theksoi ai. Kujtojmë se në protest pati të lënduar edhe nga radhët e protestuesve, përfshir liderin demokrat Sali Berisha, i cili u prek nga gazi lotësiellës.